astrologjinë e kam pasion, e kam studiu veç mës me lonë trunin nej. Masnena ka fillu me m'pëlqy, nuk është që e ushtroj profesionalisht, veç jam e apasionume, ka pëlqy gjatë rrugës, edhe mandej kom fillu edhe me metafizik, po këto janë 2 dekë që unë jam marrë në periudhën kur jam kon të erit, atë periudhën kur jam kon të erit Simonën, nuk dojsha me luan trunin tem, se si mësu dyqysh e hek. Mësu ti më kun e gjallë me kon të bërë gjithë diçka gjallë. Po, edhe mas ne qështu, edhe më ka pëlqy. 2 njohuri, 2 dek, pak ma ekstra, po mandena, ndërkohë e kom pa që gjatë rrugës më ka lidhë edhe me aspektin e psikologjisë shumë, për mi kuptu karakteret e ndryshme i kupton shumë akollaj, edhe qështu. Shoqënia, thojnë kështu kur takohen e mi au tregu horoskopin, që ka me thonë për mu, une nuk jam në si pike, apo kupton se kur te kupton astrologji nuk është veç horoskop. Horoskopi bile është ma i gabumi në këtë rast. Na dhe horoskopin gabime shohim, sepse ekzistojnë 3 shajat kryesore në astrologji që është shaja, ascendenti, nënshaja dhe hanën ku e ki, emocionet. Do me thonë, për këtë horoskopin ditor është mirë mu këqyr ascendenti, që na devone kena këqyr gabim. Për shembull, unë jam Luan në horoskop, aty ku e kom diellin, po si ascendent jam Gafore dhe unë duna me përcjell edhe Luanin edhe Gaforën. Apo kupton? Edhe mas pakti është horoskop, astrologjia është, po du me thonë ajo është pjesa ma e vogël, që ka do evenimente qiellore që janë shumë pak ma të rëndësishme shumë, që mund me ndiku do akcepta planetare që bon, që mund me pasë ndikim global, ato janë pak ma interesante, mu që të fellit të me interesojnë, se këtë horoskopin, po, shumë dip, unë e këtë horoskopin ditor me të kalzu drejtën as nuk e lexoj, edhe shoqënia jame nuk është që shumë ma kërkojnë se kanë hije dhe ata vetën tripa. Tashti që GPT-ja shumë kollaj, veç pjep orën e lindjes, ajo po ta bën hartën tonë të lindjes natale edhe po t'i qetë komplet senet kështu, po ma shumë më pysin për këto evenimentet ma të qiellore që mund me qenë me pasoja globale, po që aty i diskutojnë, ose ka naj far evenimenti qiellor ku, për shembull kur është një hane plot është mirë për krejt njerëz, do me thonë, murujtë se është energjia në kollëm, për pahiri hin me dikon debat, po mundet me përfundu deri te ma e keqja, se jemi njerëz me energji shumë të mosht, edhe qito janë do sene që une i këshilloj paraprakisht se i një astrolog të përcjeli, edhe për shembull ka dhe predispozita planetare ku paralajmërojnë edhe termete dhe ja kanë qillu 1 milion herë. Po tash për shembull kur kaloi Saturni mas 3 viteve pi peshqive në dash, u prit me datë një tërmet edhe ndodhi para 2-3 ditëve, do me thonë qatë kohë pikrisht kur ka kalu, kur Saturni ka ndru ven prej shajës në shaj. Mu edhe me të kalzu drejtën edhe qështu mu ka zhru kureshtja, sepse kur i kanë dhonë qëto data, ju kanë dalë tipik qato parashikime që i kanë bo dhe janë të ndodhë për një me. Edhe une nuk jam njeri që besoj kollaj, nuk është që une rasisht besoj në këtë punë, se kom studiu si deg me vite dhe vazhdoj me studiu, e kom sërsh deri në fund, do me thonë, i kom pri që ato data kur kam thonë, e kom pa që po ndodhë për një me. Mu ka dash në 70 herë një qasiri përsëritje për me ditun e mu vërtetu. Mandena yjet hanën diellin, planetet i ka kriju Zoti, edhe nështë është një sen i mirë se astrologjia është veç një hartë, një navigacion që neve na kallzon, që do sene që i kemi me të lindme, po na gjatë rrugës mujna mi përmisu. Wow, do me thonë sen që unë e kur nuk e pas një, dhe për me shumë nuk e pas një ditë që mundet me ndodhë që shto dhe është cikël, që do shme analizu dhe me prit që ka me ndodhë. Është cikël, edhe harta natalit nimon shumë se kur ti ki do predispozita qiellore të lindme, për që ta harta natale është unike, ti e kupton që e ki një punë me të lindme, po aja të ndimon, përsa thirët hartë, të ndimon që ato pika ku ti nështë i ki që ato problema e të ndimon të qëse të ta bo planeta në qëtë shpi, qështu, edhe ti mund është me përmisu që ta, edhe me te i kalu. Kur të bjen që ajo, ti vish e kupton se e ki prej planetit, do me thonë, se Zoti gjithmonë bëm balans, na kryon qashtu, universi e dëm balancin, edhe që kjo u konë që mu masnena, po krejt është metafizika që mu më kalon mandena ekstremisht shumë për shtypje, që është një dek pak ma ndryshe prej astrologjisë edhe prej krejt dekve tjera që
mu më ka fasionu, edhe në moment që s'jom hiq pishman që ja kum studiu, do me thonë, është sa një maj mirë dhurata ma mirë një që ja kum po vetit, është metafizika, po.